Antarët e Hendikos në Gjakov kanë mbajtur sot aktivitetin Dyert e hapura për të shënuar ditën botërore të autizmit. Arber Xhara tha se përmes këtij aktiviteti të gjithë vizitorët kanë mundësi të njihen më shumë me projektet dhe punën që zhvillohet në këtë mjedis, të mbushur me dashuri që ofrojnë të gjithë ata që e frekuentojnë në baza ditore. Edhe pse tashmë janë bërë disa vite që të paktën një herë në vit ne si Hendikos Gjakov organizojmë aktivitetin Dyert e hapura. Po këtë vit kemi përzgjedhur pikërisht datën 2 prill, e cila përkon me ditën ndërkombëtare të personave me autizëm, ku sot prej orës 10:30 vetëm i kemi hapur dyert për pritje për nxënës, për pasues të institucioneve të ndryshme, qytetarë të rëndomtë dhe kushdo tjetër që është i interesuar për më njoftu më afër me punën, shërbimet dhe aktivitetet që ofrojmë ne si Hendikos Gjakov. Sot festa kishte tjetër kuptim. Të gjithë antarët ishin përpjekur që përmes aktiviteteve ta bëjnë sa më të bukur këtë ditë. Nga edhe vim në bëmë edhe aktivitet që kena bërë disa aktivitete dhe me Hendikosin që kena bërë disa aktivitete. Jena mbledh këto në qendrën Hendikos në Gjakov, jemi të bëjë aktivitetet ndryshme, jena mbledh sot krejt stafi Hendikosit dhe grupi për me bo aktivitetet ndryshme të mrekullueshme. Në përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin global për autizëm, 2 prilli është caktuar si dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Qëllimet e kësaj dite janë të ndërgjegjësojnë njerëzit të kuptojnë dhe të pranojnë personat me autizëm, si një përpjekje për t'i dhënë fund diskriminimit ndaj personave me autizëm.